Në lagjen 15 tetori, kabllot e energjisë elektrike që kalojnë mbi banesa të vendosura në mënyrë të çrregullt dhe të ngjashme me rrjetat e merimangave, po përbën një shqetësim të madh për banorët e zonës. Përveç aspektit estetik, problemi kryesor mbetet rreziku potencial për sigurinë e jetës dhe pronës. Banorët shprehen se prej vitesh jetojnë në hijen e frikës nga ndonjë incident i mundshëm, pasi kabllot janë të ekspozuara dhe në disa raste të dëmtuara. Sipas tyre nuk kanë qenë të pakta rastet kur janë shënuar zjarre, duke shkaktuar panik dhe dëm me materiale. Situata bëhet edhe më e rrezikshme gjatë motit të keq, kur era dhe rreshtit e shiut rrisin mundësinë e shkëndijave elektrike apo të koputjes së linjave. Përveç rrezikut nga zjarri, kabllot e varur në mënyrë të çrregullt përbëjnë edhe rrezik për fëmijët dhe kalimtarët, sidomos në rastet kur ato varen më poshtë se niveli lejuar i sigurisë. Banorët theksojnë se kjo situatë e vështirëson edhe më shumë jetesën e përditshme, duke shtuar edhe ankthin. Ato kanë jetë të rrët keq. As që diskutohet, e mira është gjitha të futen në tokë. E mira e të mirave. Ose i tubot përbashkët për të tëra. Pra duhen të futen gjitha linjat në tokë. Patjetër. Sidomos energjia elektrike një. Vetëm tek e prushte. Besoj është shqetësim ajo, është rrezik. Kemi lindur dhe do të vdesim me atë rrezik me sa shoh. Shqetësim. Tash unë dy plek jemi. Këta që kanë fëmijë të vegjël janë në rrezik. Sa vite ka kështu? Kjo, unë jam po vetë 90 vjeç, kështu kanë qenë. Po duhet marrë masa për t'i hequr, për t'i bërë në tokë? Që duhet masa nuk bëhet ta, po djarë, po kush do t'i bëj orti bëj. Se ju e mirë bëni, shqetësoheni, bëni gjitha, po dhe ju nuk u dëgjojnë ta. Po një kohë me erë të fortë ato mund të rrëzohen. Edhe bjerë, korrenti do bjerë, kalon fëmia i zënë vetë vdes. Dhe ti shikosh kështu le që sa herë trazojnë me njëri tjetrin, e bëjnë një masë me bëri mua aty, të gjitha se ku e bëri masën në vend tjetër dhe e bëri tek shtëpia ime atë. 2 ditë unë pa dritë elektrike. Nuk i gjenin ku ishte defekti. Pra ka patur? Po, ka patur raste plot. Jeni të rrezikuar? Të rrezikuar jemi, si janë gjitha ato, veç kësaj shikoj, si janë. I pat rjetat e pompës atje, skandal. Tani që hoqen pompat, mas se do t'i heqin, t'i urdhroni juve që të oshes që t'i heqin ato. Se është shumë keq. Banorët u bëjnë thirrje autoriteteve lokale dhe kompanisë së shpërndarjes energjisë elektrike të ndërmarrin masa konkrete për sistemimin e rrjetit, izolimin e kabllove të amortizuara dhe vendosin e tyre sipas standardeve të sigurisë. Një investim në infrastrukturën energjitike jo vetëm që do të rriste sigurinë, por do të përmirësonte edhe cilësinë e furnizimit me energji elektrike. Situata në lagjen 15 tetori mbetet një shembull i nevojës urgjente për investime dhe mirëmbajtje të rregullt të rrjetit elektrik në mënyrë që siguria e qytetarëve të mos vihet në rrezik.